Stile, ndiz mikrofonin. Okej, a shikoni pak mikrofonat, a I kemi gjithë të ndezur? Bërkena e kontrollon mikrofonin? Po. Okej. Jemi të gjithë? Gabim, o Kristi. Na. Puti këtu, me këto. Okej, jemi gati dhe sa. Shasa me doja. Okej, banor. Sot çdo gjë duhet të shkojë perfekt. Për këtë arsye, vëllai I madh ju vendos përballë një sfide. Ju duhet të organizoni ditën perfekte, duke ndjekur saktësisht të gjitha proceset e ditës. Në rast se diçka shkon gabim, procesi duhet të nisë nga e para. Ju do të përsërisni ditën derisa gjithçka të jetë perfekte dhe asgjë të mos shkojë keq. Loja nis me mëngjesin. Sapo të përfundoni procesin e mëngjesit, vëllai I madh do t'ju njoftoj për fazën e drekës. Faza e parë, mëngjesi. Duhet të zgjoni të gjithë me alarm. Duhet të visheni të gjithë bashk. Duhet të jepni një përqafim në grup. Dilni nga dhoma e gjumit dhe shkoni të gjithë bashkë në tualet. Lani sytë dhe dhëmbët të gjithë bashk. Shkoni në living të hani mëngjes së bashku. Bëni stërvitje të gjithë bashk. Dhe lideri do të zgjedhë 5 banorë që duhet të fusin një top në vazo duke qenë të pozicionuar te X-i. Mos harroni, çdo gjë duhet të funksionojë në grup. Loja nis tani, mund të shkoni të flini. Atëherë, prit një sekond, kam një serim. Besoj të përgjithshme e kuptuat që nga momenti që do bjerë alarmi edhe deri në fazën e drekës duhet bërë gjithë këto procese bashkë. Pra, nëse do të çojmë gjithë nga krevati, do të dalim gjithë nga dhoma, bla. Ja, një sekond. Nëse procesi I parë të tipit që u çuam gjithë nga gjumi, do shkojmë të vishemi, kalon me sukses, do kemi një sinjal. Nëse procesi nuk kalohet me sukses, duhet të ripërsëritur. Derisa të bëhet në mënyrë perfekte, procesi nuk quhet. Ndërsa lideri zgjedh 5 banorë. Si? Ndush do lajmi bashkë? Gjithë bashkë, aty do presim njëri tjetrin, gjithë bashkë. Do lash ti, do presim gjithë. Dikush lan dhëmbët, dikush lan fytyrën, dikush bën dhe për këtë, lideri I sejnë do zgjedhë 5 persona dhe nga jo vazo që është pozicionuar aty, nga X-i duhet I vendosi te kjo vazoja tjetër që është pozicionuar këtu. Pra topat, të dyja vazot nuk preken. Thjesht ato që do zgjedhë seno qëndrojnë pozicionuar te X-i dhe topat futen nga një vazë në një tjetër. Një pyetje pa qartësi? Është me rëndësi që kush zgjohet nga alarmi zgjojmë njëri tjetrin. Këto nuk preken, a? Jo, nuk preken. Ti preki dikush këto. Jo, tani do shkojmë gjithë në gjumë, kur bjerë alarmi ka filluar loja. Sa të shtrihemi. Urima. Gjera bateria të du. Jo, që ka moment që do bjerë alarmi, fillon loja. Tani, okej. I ra një bateria.